Urojmë se ardhi në këtë emision. Profesori nderuar, thuhet që muslimani besimtari duhet të ketë ato cilësi fizike që faktikisht i shpalos një lojë si futbolli, siç është gara, energjia, vitaliteti, forca, dëshira përfitore. Dhe në këtë pikë patjetër që konvergojnë të dy këto disiplina, po i quajmë kështu, apo jo? Spari duhet falenderohet krijuesi që e mban këtë ekzistencë, këtë univers. E pyetja drejt përshëndetje juaj ka të bëjë me zhvillimin shpirtëror të njeriut, agjërimi, gjithsesi lëvizja, sporti, ku de facto njeriu t'i japin dinamik të jetës. Ajo është pjesë e pandashme edhe e agjërimit. Kështu që zhvillimi shpirtëror, mendor e tjera, atë në kontinuitet. Kështu që agjërimi më të madh dhe më shumë është primar për me ndihmu edhe më tepër sportit. Pra, ju në një farë mënyre e vendosni këtë muaj agjërimin, sigurisht në këndvështrimin tuaj si specialist i edukimit fizik, por dhe si njohës i disiplinës agjërimit, pasi dhe ju jeni vetë agjërues i rregullt prej vitesh. Pra, e vendosni pak në një shkallë më sipërane, duke menduar që pikërisht virtytet të tilla burojnë nga një muaj Ramazani.